është porosi e selefëve tanë të mirë, apo të parëve tanë të mirë, për qëndruar me librin e Allahut mëdhëruar gjatë neteve dhe ditëve të Ramazanit, dhe në zbatim të kësaj porosie le të zgjedhin prej librit të Allahut fjalë dhe ajete që përmbajnë mesazhe të rëndësishme, dhe një prej këtyre ajeteve që përmbajnë një mesazh të tillë është një ajet në surën El-Mulk, ku Allahu mëdhëruar thot: "Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur." Që do të thot, ai Allahu mëdhëruar është ai i cili e ka krijuar vdekjen dhe jetën për t'ju provuar se cili për jush është më punëmiri, dhe dini mirë se Allahu mëdhëruar është i plotfuqishmi dhe falësi i madh. Allahu mëdhëruar në këtë ajet na tregon për dy dukuri të pashmangshme nga krijesat e tij, dhe që janë jeta dhe vdekja, dhe na tregon për qëllimin e tij nëpërmjet shfaqjes së tyre, dhe që është për të na provuar se cili prej nesh është më punëmiri. Dhe siç thon komentues të Kuranit, më punëmiri do të thotë ai që i ka njetet më të sinqerta për Allahun mëdhëruar, pra të punosh për Allahun e mëdhëruar, dhe e dyta të jetë puna në përmbajtje me ato mësimet, pra të jetë sipas mësimeve të profetëve të dërguar prej tij. Pra njeriu është krijuar për të punuar atë që do Allahu mëdhëruar. Dhe kjo njihet nëpërmjet besimit dhe duke qëndruar afër tij. Nëse njeriu qëndron larg besimit, ai nuk ka për ta ditur kurrë se çfarë ka dashur Allahu mëdhëruar prej tij. Prandaj punët dhe veprat marrin vlerë kur të jenë sipas besimit dhe sipas mësimeve të profetëve të Allahut. Kjo është e para. E dyta, Allahu mëdhëruar e përmend në këtë ajet vdekjen përpara jetës, dhe këtu ai ka një qëllim, sepse përmendja e vdekjes është për ta ndërgjegjësuar njeriu dhe për ta bërë atë që të kujtojë takimin me të, dhe s'ka dyshim që vdekja është diçka e frikshme, dhe prandaj thoshte edhe profeti sallallahu alaihi wasallam: "Akthiru min dhikri hadhim al-ladhat." Pra shpeshtojini atë që u aprish qefit të dynjas, dhe që është pra vdekja, dhe ajo e ndërgjegjëson njeriu. Përmendja e saj e ndërgjegjëson njeriu. E treta, ajo që bie në sy nëpërmjet këtij ajeti, është se Allahu mëdhëruar në fund të këtij ajeti thot, duke na përmendur dy cilësi për cilësive të tij, i plotfuqishmi dhe gjithashtu falësi i madh. I plotfuqishmi që ka mundësi ta ndeshkojë njeriu nëse puna e tij nuk është e mirë, dhe gjithashtu falësi i madh nëse ai vjen tek Zoti i tij i penduar. Dhe kjo na tregon për vlerën që ka pendimi në jetën e njeriu, dhe se ai në rrugtimin e tij për te Zoti ka nevojë për pendim, pasi ai është krijesë që gabon, dhe nëpërmjet pendimit ai mund të rregullojë dhe të përmirësojë punët e tija, dhe kështu të arrijë Allahu mëdhëruar me vepra siç ka dashur ai prej tij.